mirëta dhe përshëndetjet mia më të përzemërta. Ju, kryetarë dhe fuqisë të pranishëm në këtë sallë, por dhe të gjithë banorëve të këtij rrethi, kudo që janë, në Bulqiz, në mbar Shqipëri dhe jashtë vendit. Duhet të përulem me shumë nderim para jush. Burra dhe gratë të Bulqizës për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm që keni dhënë në ekonominë, në shkencën, në dijet, arsimin, kulturën e këtij vendi. Unë vi sot tek ju edhe me një ndjejë të fortë përgjegjësie. Në fakt nuk e mohoj edhe me një lloj ndjese reale për padrejtësitë që janë bërë ndaj jush. Shoqëria shqiptare, shteti shqiptar kanë qenë të padrejtë ndaj minatorëve të Bulqizës dhe të Shqipërisë. E them këtë sepse ju, baballarët tuaj, njerëzit tuaj, në dekada keni derë lumej djerse në tokë, në kushte shumë të vështira, me sakrificat mëdha, herë dhe jetën, dhe ju nuk keni marrë, nuk keni shpërblyer asnjëherë